Këngët e mërgimit në zonën e Dropullit ishin në qendër të eventit që u mbajt në fshatin Dervician. Ky aktivitet u organizua nga Departamenti Gjuhës dhe Qytetërimit Grek në Universitetin e Gjirokastrës në bashkëpunim me shoqatën kulturore Dervi dhe Shkollën e Mesme të Bashkuar të Dervicianit. Ato erdhën përmes interpretimeve të rinjve duke u dhënë mundësinë të mësojnë rreth historisë së vendit të tyre dhe të ndjejnë vlerën dhe peshën e trashëgimisë së çmuar. Sot zhvilluam këtë aktivitet për këngët e kurbetit. Në këtë mënyrë ruajmë traditat tona dhe mësojmë edhe ne më shumë për të shkuarën. Ishte një ditë e veçantë, ishte një kënaqësi e madhe të risillnim këngët që të parët tani kanë kënduar mërgimit. Siç u shpreh edhe përgjegjësia e këtij departamenti Kostan Doksera, ky organizim synoi jo vetëm ringjalljen e këngëve të mërgimit, por edhe respektimin dhe përcjelljen më tej të traditës së kësaj zone minoritare. Departamenti i Gjuhës dhe Tërësisë dhe Qytetërimit Grek në Universitetin e Gjirokastrës, në bashkëpunim me Shkollën e Bashkuar Dervician dhe shoqatën kulturore të Dervicianit Dervi, organizuam sot një aktivitet kushtuar mërgimit, këngët e mërgimit në zonën e Dropullit, ku kemi kombinuar vargjet e këngëve me muzikë, por edhe me interpretim teatri nga studentët e departamentit tonë dhe nga nxënësit e shkollës Dervician. Qëllimi kryesor i këtij aktiviteti është që të ruhet tradita, të ruhen zakonet, këngët e mërgimit që përbëjnë një sektor shumë të rëndësishëm të kulturës të zonës të Dropullit, dhe në qoftë se nuk transmetohen tek brezi i ri, ato humbasin vit pas viti. Prandaj, nëpërmjet aktivitetit, i ringjallëm në një farë mënyre këto këngë dhe jemi të sigurt që brezi i ri i Dervicianit do të vazhdoj të këndoj, por edhe të respektoj kulturën dhe traditën e zonës. Aktualisht nga Departamenti i Gjuhës dhe Qytetërimit Grek në Universitetin e Qrem Çabej po punohet për hartimin e një botimi shkencor dedikuar pikërisht këngëve të kurbetit në zonën e Dropullit.